Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se e ardhmja evropiane është rruga e vetme e vendit dhe se institucionet e Kosovës do të mbeten të përkushtuara në proceset e integrimeve evropiane. Ai bëri këto komente pas kthimin nga Brukseli ku është takuar me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Kryeministri Thaçi tha se në Bruksel tashmë ka pajtueshmëri të plot për të ardhmen dhe perspektivën evropiane të Kosovës dhe rajonit. Agenda evropiane për Republikën e Kosovës gjithë më tepër po bëhet me e qartë, veçanërisht për këtë procesit të liberalizimit të vizave, marrëdhënieve kontraktare dhe marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian. E ardhmja e shtetit të Kosovës është e ardhme evropiane, është e sigurt, është e vetmja rrugë. Në Bruksel tani ka konsensus të plot për të ardhmen dhe perspektiven evropiane të Republikës e Kosovës dhe të rajonit. Kryeministri Thaçi tha se normalizimi i marrëdhënieve në rajon është parakusht për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Me këtë rast, Kryeministri Thaçi tha se marrëveshjet e arritura në bisedime ndërmjet Kosovës e Serbisë janë mirëpritur nga vendet e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se ato janë një detyrim kushtetues dhe ndërkombëtar që institucionet e vendit duhet t'i përmbushin. Kjo çështje është shtetit Kosovës, është vendimi i kuvendit të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka marrë 2 herë besimin në kuvendit të Kosovës për të filluar dhe vazhduar procesin e dialogut teknik me Serbinë, nuk është punë një personi, një partie, por është agendë evropiane, është obligim ndërkombëtar që ka filluar në mandatin e kaluar dhe tani është në proces të dialogut dhe të këtyre çështjeve që udhëheq zëvendës kryeministre zonja Edita Tahiri. Pra është përgjegjësi shtetërore, e aprovuar nga kuvendi, është obligim ndërkombëtar dhe është plotësisht përputhshmëri me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Javën që lan pas, Kosova e Serbia arritën marrëveshjet e para për çështje praktike të interesit të ndërsjellë në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Palët kanë arritur marrëveshje në fushën e regjistrave civil, lirisë së lëvizjes dhe njohjes së ndërsjellë të diplomave shkollore e universitare. Marrëveshjet e arritura pritet të fillojnë së zbatuari që nga 1 nëntori këtij viti. Këto janë marrëveshjet e para që kur Kosova shpalli pavarësi nga Serbia në shkurt të vitit 2008. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.